zgjedha gjasa shush po shihet, shumë shpejt do të merret në vendim dhe mund të shkojmë brenda këtij viti në zgjedhje. A ka mundësi që të çoni një të mandatuar tjetër, një emër tjetër për zotit Kurti? Nuk kam informacion deri më sot kushtrim, por unë mendoj që ne do të tentojmë me çdo kusht që vendi mos shkojë në zgjedhje, edhe të kemi bile buxhetit votuot, por nëse është e domosdoshme dhe nuk kemi kur farë rrugdalje, atëherë do shpërbet parlamenti. Ma opozita po thotë që ju palitshëm jeni duke e bë këto, ata nuk Jo, nuk është e palitshëm, nuk tha as, kush e palitshëm. A i keni rapi shmanë që tash s'po doni me shku në zgjedhja, për shkak që qysh pak ditë mrena non shkurtit, kryeministri Kurti vetë ka thonë që jemi gati për zgjedhje, nëse Nuk i kemi po tash mira që po e tho që opozita po do më na çon zgjedhje edhe na s'po lëm rrugë. Nuk po kemi mundësi me bë koalicion, andaj arsyeja do të thotë e fundit do të jetë ajo që të shkojmë në zgjedhje. Ne nuk i friksohemi zgjedhjeve dhe besoj që në zgjedhjet e ardhshme do dalim edhe më fuqishëm se si. A kishit qenë gati për kryeministër dhe një figurë që jashtë lëvizjes vetëvendosje dhe jashtë parlamentit? Unë që me ju ikë zgjedhje. Për këtë vendos kryeministri Kurti, kryesia e lëvizjes vetëvendosje. Kjo është një prej alternativave që mos po shkon në zgjedhje. Një gjë nuk mund të thuhet sepse kemi njeriu më votuar në historitë të Republikës së Kosovës. Atëherë do të më shkon në zgjedhje se s'ka edhe një mundësi tjetër për të qenë i mandatuar për kryeministër. Me siguri që po. Gjasat janë 99%, mos tam. Për hajtë që të gjithëve pra qenë këtë në disponim me shku në zgjedhje. Dhe kjo është një akordancë e mirë që pak të në gjithë partitë politike janë gati për më shku në zgjedhje. S'pi punon. Çka s'po i punon? Mikrofoni. Jo, mikrofonin e ka mirë. A je duke na dëgjuar edhe më tutje Bajqinovsi apo jo? Besoj që edhe shterëm. Po, besoj që më mendova thash Krenari mos ka ndonjë sfidë fort për Bajqinovsin. Se e ka. Po ata pyetjen më apo që e boni drenori, po ky ma vjedhë pyetjen edhe. Po, a e ka me marrëveshje ato apo jo? Jo, po ka qenë interese të gjithë neve me ditë. Mos i kopjoni detyrat. Sepse na dje mbrëmi tham disa mundësi pse boni që të extra time. Dhe as më vajili me gjasë nuk i diti. Ndoshta ju ndërprej lidhja direkte, për shkak që kishim ta pyesim për emën tjetër eventual, nëse do ketë dikush të guxoj, shembull në vend Kurti thotë unë dal për kryeministër. Ta merr mendja ty Halil që ka guxim dikush. Partia do të absolutisht. Shiko, se tash u kthym prap në fillim me qenë se mu dha mundësia, po e them që vetë Lumir Abdigjiki keno ta kum dërgu ty, ka thonë që kemi diskutu për qeveritë të gjithëpërfshirëse. Kështu që kështu që zoti Matoshi asnjëherë në këtë studio të pavërteta s'ka folur. Po, Lumir Abdigjiku e ka dhënë atë propozim, o Halil, ai s'ka. Jo, ky po thotë që sipas një lojme, ky po thotë që u diskutu nga aktorët të ndryshëm politik, jo vetë nga ai. Po diskutuar, ai ndoshta e ka diskutuar vetë atë. Ky specifik nga kush Matoshi. Jo, na Luçoku deputetja e LDK-s po ashtu e kin media, thotë që po kthehemi në kohën ku LDK ka propozuar qeveritë. Po ajo tamam puna ta thotë një qendrim tjetër. Xhamit Haliti PDK-s po ashtu e ka një deklaratë që thotë mas mirë të josh. Domethënë unë e thash që ka zona në gjitha partitë. Ama okej, në rregull, kjo e dyta. Ta unë përcaktu për zgjedhje. Ky takimi i Albin Kurtit me Vjosa Osmanin me kum thonë edhe një natë përpara 2. Mundet mu bo kur do, se komunikim normal inshallah du të me pas si lider politik të vendit që janë, të shtetit. Por edhe me dasht, kjo legislaturë nuk ka më legitimitet me kriju qeveri. Prandaj, sa më shpejt zgjedhje, sa më shpejt qeveri, sa më shpejt votuhet buxheti, i cili, do më thonë, nuk e falë buxhetin e Kosovës, parën e taksave të qytetarëve për zgjedhje. Në 250 milion, ku ka me i marë. A din dikush më tregu cilës linë ja merë? A që në kanë linë, do më thonë, zoti Bajqinovsi, 250 milion ndihma sociale. Rrogë
Probën ma tullë, do mon rogë minimale 500 euro dhe i sa asimtarët e polisë